kabinetit të ish-kryeministrit. Po. Thashi, për shkak se kanë vlerësuar që pe këtij kandi kur sot kur e flasim. Që amori kaltër me 6 hyje. Nuk e dim sa çfarë traume ka qenë UNMIK-u si institucion aso kohë. Realisht UNMIK-u ishte qeveria. Edhe prej tash ndhyna prej dhe qershorit që e përmendi Halili, kur George Bush kishte deklaruar që enough is enough, Kosova do të jetë e pavarur. Pyetja jone vetëm në Prishtinë ishte çka ka me bota tash UNMIK-u. Çysh ka me reaguar UNMIK-u? Ne ishim mësuar që UNMIK-u edhe për një vendim më të thjeshtë institucioneve të përkohshme vetë qeverisë të Kosovës me reagu me dekret me anulu cilin do vendim. Edhe ishte i pa imagjinueshme që kanë më mbledh kuvendi i Kosovës kanë me shpall pavarësinë dhe UNMIK-u ka me hesht. Edhe unë për shembull aso kohë kam përcjell UNMIK shumë si gazetar. Unë datën e pavarësisë kam marrë vesh për një zyrtarit të UNMIK-ut. Na kishte thënë një zyrtar i lartë i UNMIK-ut, disa prej gazetarëve që shkonim çdo herë në konferencat e rregullta të UNMIK-ut. Aleksandar Ivanko. Jo, dikush tjetër. Ishte nga departamenti ligjor. Tash e gjenë edhe emrin ti. Borg Olivier, po. Borg Olivier, Maltezi, po. Dhe ai na kishte thirrë me na tregu cila është mënyra që mundet mu kriju baza ligjore për shpalljen që kuvendi i Kosovës me marrë një vendim jashtë 1244-shit. Edhe unë që aty e pa ta kuptu që po shkojmë zgjedhje në nëntor, se nuk pritej aso kohë, do të ishin zgjedhje të jashtëzakonshme. Qëllimi ka qenë me shku në zgjedhje, me u zgjedh përfaqësues të ri të popullit nga zgjedhjet e fresta. Këto zgjedhje me e ba kuvendin e përkohshëm dhe institucionet e përkohshme, por mos me marr asnjë vendim tjetër që mos me u kriju presedan që UNMIK-u po e mohon edhe vullnetin e këtyre përfaqësuesve të këtyre popullit, dhe këta kur të mblidhen aty me fol si përfaqësues të popullit, jo si deputet të kuvendit të përkohshëm. Po. Të kuvendit që ishte pjesë e institucionit të përkohshme. Kjo është arsyeja për shkakun që sot